Fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri i këtij edicioni i Gjesti po tërheq vëmendjen me çdo postim që ai po publikon. Së fundmi, ai ka publikuar një video ku ja ka kthyer humorin fansave të tij. Gjesti nuk ndahet dot nga gota, edhe pas shtëpisë së famshme. Këngëtari po e shijon jetën dhe famën në maksimum. Edhe pse aventura e tij në shtëpinë më të famshme shqiptare ka përfunduar, duket se Gjesti nuk ka lënë pas vetes disa prej zakoneve që shoqëruan gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Në një postim të fundit në rrjetet sociale, ai është parë duke shijuar një gotë Jack Daniels me Coca-Cola. Pra nga bira, Gjesti tashmë pas ka kaluar në pije më luksoze. Por një gjë është e sigurt, Gjesti vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes edhe më tej. Nga ana tjetër, ai ka deklaruar se ditën e nesërme do të publikojë këngën e tij të titulluar Veshun Drequ, një këngë e cila mezi po pritet nga fansat. Na do të rikujtojmë se Gjesti këtë sezon veror do të jetë i mbushur me koncerte muzikore andëmban botës. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.